Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim kolla, nga se shkaktohet ajo dhe si ne të ndihmojmë me trajtimin alternativ. Kush është në të vërtetë mekanizmi fiziologjik i kollës? Aktivizohet kur receptorët e irritimit në faring, në laring, në trake, në bronke, në pleur stimulojnë nervin vagus. Sinjali shkon në qendrën e kollës në tru dhe ky i jep komandën: frymarrje e thellë, mbyllje e glotisit, kontraksioni i muskujve të kraharorit dhe shpërthimi i ajrit me një presion të lartë. Ky është një refleks mbrojtës, jo sëmundje në vetvete. Kolla është një zë i brendshëm që kërkon të dëgjohet. Ajo shpërthen si një portë që hapet me forcë dhe si një stuhi e vogël nga brenda kraharorit jashtë tij. Kur është e thatë dhe kërcet si një deg që shqyhet në ajër nga era, kur është e butë dhe me sekrecione i ngjan një lumi që me të vërtet don të pastroj shtratin e vet. Kolla e natës është një kollë intime, është që zhvillohet si thuash kur trupi gati është i çarmatosur, është në gjumë sipër dhe shpirti zbulohet. Në disa raste, kolla nuk është vetëm irritim, por një tension i pashprehur për një ngarkesë që kërkon një dalje. E në të gjitha rastet, ju duhet të mësoni mirë shkaktarin dhe mbi të pastaj të veprojmë për të marrë masat e duhura. E nëse ne nuk mund t'i japim dot zgjidhje kollës me medikamente që mund të kemi në shtëpi, por pa kaluar shumë kohë, duhet i drejtohemi mjekut për ekzaminimet e mëtejshme. Kur duhet të shqetësohemi ne? Në rast se kolla vazhdon mbi 4-5 ditë, shoqërohet me një temperaturë mbi 37.5, kur gjatë nxjerrjes së sekrecioneve mundet që të vërejmë gjak në ato sekrecionet në pështyme kështu me radhë, kur ka vështirësi individi në frymëmarrje dhe ndihen si një gulçim të kraharorit, kur personi ka një dhimbje kraharori dhe është shoqëruar ndoshta edhe me një humbje në peshë, atëherë duhet të drejtohemi tek mjeku specialist për të marrë edhe një informacion të mëtejshëm dhe mandej për të bërë edhe ekzaminimet e duhura. Sipas kohës gjatjes, kolla mund të klasifikohet ose të grupohet kështu. Është një kollë akute e shfaqur ishtazi dhe kjo mund të zgjasi, po jo me intensitet të shtuar për afërsisht, le të themi, 10-15 ditë. Ndërsa, kur kjo bëhet një kollë pak më e fortë, më agresive, her pas here nxjerr më shumë sekrecione, ajo nuk është më akute, por është bërë subakute, gati, kjo mund të shkojë edhe 2 muaj. Por asnjëherë pa trajtime mjekësore dhe asnjëherë pa trajtime natyrale. Dhe mund të bëhet një kollë kronike, ne kemi parë edhe tek shumë njerëz që her pas here ata shpërthejnë me një si buçitje, si një gulçitje nga brenda jashtë dhe shoqërojnë shpeshherë edhe me spërkla pështyme të tjera. Mirë është që sa herë që kolliteni në ambientet publike, është mirë që të vendosim ose garza, ose shami, ose të kollitemi duke ngritur xhaketën. Kolla kronike mund të zgjati më shumë se 2 muaj. Kush janë shkaktarët kryesor të kollës sipas origjinës? Dhe prandaj ne përmendëm që bashkëpunimi me mjekun ka shumë rëndësi, pasi ai mund të përcaktojë nëse një kollë e ka origjinën nga viruset e ndryshme, nga ftohjet e kafazit kraharorit, nga gripi i llojeve të ndryshme, ose qoftë ky edhe Covid, ndoshta edhe ndonjë bronkit viral, mushkrit të inflamuara pas virozës e të tjera. Janë ato që na japin këtë nxitës, pra na nxisin kollën. Po kështu, infeksionet respiratore bakteriale, pneumonitë ndryshme, sinoziti, pra dhimbja në pjesën e ballit, bllokimi i hundve, vështirësia e frymarrjes gjatë natës, një bronkit bakterial,
kur shpesh shoqërohen këto edhe me temperaturë mbi 37.5, por njëkohësisht ai sputumi që nxjerrim, ato sekrecionet, mundet që të na marrin edhe një ngjyrë të verdhë deri në jeshile. Kemi një koll të shkaktuar nga alergjit, inflamacioni kronik, rinit alergjik, kjo mund të na hapi edhe astmën bronkiale, eozinofili të ngritura në analizat e gjakut, dhe më të shpeshta, më të dukshme këto janë tek alergjit stinore dhe kryesisht në periudhën fillimi i pranverës, pra fundi i dimrit, fillimi i pranverës, kur masa e ajrit është e ngarkuar me polene të shumta. Mund të kemi një koll të shkaktuar nga refluksi gastroezofagal, që do të thotë, nëse kemi një aciditet të shtuar në stomak, i cili djeg irriton edhe pjesën e laringut, edhe bronket, dhe sikur kemi një koll të thatë, të mpret, qoftë edhe sa fillojmë që të shtrihemi në krevat. Kjo koll e shkaktuar nga aciditeti në stomak, shoqërohet shpesh herë edhe me djegje të kraharorit, ose në pjesën e sternumit, në pjesën e mbrapme. Kjo koll e ka origjinën nga gastriti, nga aciditeti i shtuar i stomakut. Sëmundjet pulmonare kronike mundet që të na japin një koll, një koll e ardhur nga një bronkiektazi, nga fibroza pulmonare. Tipari këtyre është, ose veçantia e tyre është se nëse nga kolla e shkaktuar nga gastriti nuk kishim nxjerrje sekrecionesh dhe kolla ishte e thatë, një koll e shkaktuar nga bronkoektazia është e shoqëruar me sekrecione të ndryshme, me ndoshta me ngjyrë të verdhë deri në të gjelbër, ndoshta hera herës edhe të shoqëruara me gjak. Në këto raste, ju pa diskutim duhet merrni një kontakt me mjekun pneumolog. Medikamentet e ndryshme që mund të merren për tensionin, këto ACE inhibitorët e tjera, mund që të na japin një koll, e bisedohet me kardiologun për ta ndryshuar ndoshta këtë medikament. Po kështu edhe duhani, tymi i duhanit, alkooli, qëndrimi në ambiente të mbyllura pa ajrim, jeta sedentare pa aktivitet fizik, mundet të bëhen shkaktar për një koll, ndoshta pa marrë masat për korrigjimin e tyre, për një koll ndoshta më shumë se 2 javë. Shkaqe të tjera serioze për nxitjen e kollës do të themi që janë tuberkulozi, tumoret në mushkëri, embolit pulmonare, insuficienca kardiake. Pra kjo e insuficiencës është sikur njeriu ka një shtrëngim të kraharorit, vjen një koll e thatë kështu, por një koll që njeriu shpeshherë edhe sikur nuk mbushet me ajër, pasi me të vërtetë zemra dhe mushkëria janë shumë të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën.